Falënderoni Allahun e Madh që ju ka bërë musliman ata. Wallahi kjo është begati që nuk krahasohet, nuk barazohet me të begatia. Po të ishte udhëzimi i Allahut dhe Islami në bazë të raporteve me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të ishte agja e tij i parë nga muslimanët ata. Po të ishte për ndonjë gjë, çfarë do lloj kriteri merre? Në bazë të çkafit do të meritonte dikush udhëzimin, do të ishte përgjigjja e Abu Talibit. Çka dush merr ata? Por megjithatë nuk u udhëzua ata. Dorsa ti nuk e ke pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. As nuk e pas rastin me ndihmuti. Ti shikon kur e kanë përzon ata. Apo asun as ti. As ke qenë ti asun kur e kanë rrethu edhe buksi kanë dhënë. S'kemi qenë atje ata. Ju s'keni qenë kur ja kanë vendosur mbi kokë, në beturinat e deveve, duke u fal, ja kanë gjutë mbi kokë. Ti s'ke qenë ja hiek ata. Në gjitha ato zhvillimin as kemi qenë. Ata kanë qenë. Megjithatë, atyre Allahu xhallahu ala u tregon një rrugë tjetër për dikun tjetër, sikurse Abu Talibit, e ty edhe mu Allahu na hapi rrugën e xhenetit. E kjo është begati e madhe. Udhëzimi i Islamit, ardhja në xhami, falja namazit, agjerimi, çdo ibadet që bëjmë, vallahi nuk është produkt i mendjes tonë, e as i aftësisë tonë, e as i fuqisë tonë, e as i guximit tënd, e as i parave tuaja, as autoritetit tënd, as dijes tënde. Është përzgjedhja e Allahut. Të ka dashur, të ka zgjedhur, të ka pruçtuar. Ai e dim pse të ka dashur, unë s'di me të ka dhu pse. As për vetë s'di pse më ka ulë që të ka rrik. S'di. Po ai të ka përzgjedhur atë. Ai të ka përzgjedhur. Andaj si do t'ja kthesh përzgjedhjen? Ai të ka përzgjedhur që t'jesh më i miri. E ku jeti me këtë përzgjedhje? Ai të ka përzgjedhur që t'jesh rob i tij, të ka zgjedh në mesin e qindra mirave tjerë, të ka marrë nga mesi tyne. Ti, po du me konë rubi jam, apëtën. Zdi pse e ka bo këtë vallahi, as vetë zdi. Por e ka bo, atë ka pru që tu. E ka bo. E qysh ja këthejmë në prapë. Me qëfar ja këthejmë të Allah? Në halajna me dëgjunohet, të mënu mi hjekë, po hjekë ma të Allah, ngritu. Dëshmoje, jo meritën, që së me dëshman, por reflektoj bële spaku me përgjësi, në kezgjedh, ta është dyqysh duhet me dhënë mundin i ka dhu se, ja rab, do të mundona me të regu se, mirë është që të kezgjedh mua, ngritu në këtë shkallë, reflektoj pozitivisht, për këtë përzgjedhje që të ka zgjedh ty, e se zgjedhi agjin e pejgamberi sallallahu. Dhe kjo begati e madhe udhëzimit, e mundësi që thua la ilaha illallah, o dhe ndëruar, a din së njëri të në këtë botë, zdin Allah me thonë ato. Zdin! Wallahi nuk din elhamdulillah me thonë. Jetan, han, pin, flan, gjitha, vdes, kur gjua ati s'ka thonë elhamdulillah. E ti sara thushtja. A di që ka të mënë elhamdulillah? Ka thonë pejgamberi sëmë, elhamdulillah, temle ul mizan, fjala elhamdulillah, u amush peshoret nesër kur qitën veprat mu matë. Po s'jelen Allah gjithë kam ja përmenan në Allah pëta. A kështë pas që ti mu përmen ku të koft? Jo, valla, dikun pa mire, ama jo gjithë kun. është degradim, është devalvim. Po dhe ai s'ka qef gjithë kush mja përmenan në përë. E ka përzgjedh. Ti e nga përzgjedhurit. Falënderoje për këtë përzgjedhje. Reflekto pozitivisht. Ngritur në nivelin e kësaj përzgjedhje që Allah të ka zgjedhë ti jesh musliman atë.